Në kuadër të fushatës 16 ditore të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, Bashkia e Bulqizës organizoi një aktivitet sensibilizues për mbylljes të fushatës së këtij viti. Në tryezën e fundit të këtyre 16 ditëve të pranishëm ishin drejtues të pushtetit vendor, të institucioneve qendrore në nivel vendor e të tjerë. Kryetaria e Bashkisë Bulqizë Festime Mjeshtri tha se për të parandaluar apo minimizuar rastet e dhunës me bazë gjinore, duhen të jenë të gjitha institucionet bashkë. Mjeshtri shtoi se institucioni që ajo përfaqëson i trajton me kujdes të madh viktimat e dhunës me bazë gjinore, por sipas saj duhet bërë akoma më shumë për parandalimin e këtij fenomeni. 16 ditët portokalli janë një moment i rëndësishëm në kalendarin e shëndetit publik. Gjatë viteve kanë qenë organizatore e 10 fushatave në nivel qarku. Si kryetare e bashkie e ndihet i qartë përgjegjësinë që disa fenomene të mos trajtohen vetëm një herë në vit, por të mbahen në vëmendje gjatë gjithë vitit. Në çdo takim që kemi zhvilluar me institucionet përgjegjëse, e kam thënë dhe do ta përsëris. Mjafton të jetë vetëm një viktimë dhe ne nuk mund të ndihemi të kënaqur për punën tonë. Por ndërsa e pranojmë se ka ende shumë për të bërë, dua të nënvizoj një zhvillim pozitiv në bashkinë tonë, ku strukturat funksionojnë nga puna në terren, në ekipet e referimit dhe institucionet mbështetëse. Në të njëjtën kohë, falë bashkëpunimit me bizneset private, pasionerit, resortet që po zhvillohen çdo ditë më shumë, të përfshira shumë gra, duke rritur më shumë në ekonominë lokale të bashkisë. Drejtoresha ekzekutive e Shoqatës për Autonomi Vendore, Adelina Farici, tha se me rëndësi është ndërgjegjësimi, ku duhet bërë më shumë në këtë drejtim, po ashtu Farici përcolli mesazhin që çdo rast dhune duhet denoncuar. Vitë përfaqësoj bashkitë e Shqipërisë, por realisht vi në një bashki ku gjej një bashki që ka partner qytetarët e vet në punën e vet. Dhe prania e gjithë gratë dhe vajzave në këtë sallë tregon që partneriteti ka qenë një rezultate shumë të mira dhe shumë të pritshme. Ajo që ne kemi në dorë sot është si t'i bëjmë strukturat tona që t'jenë në shërbim të qytetarëve dhe si ne të ndërgjegjësojmë komunitetin për të deklaruar dhunën. E dim që dhuna ka format e veta të shumë fishta. Nuk ka vetëm dhunë fizike, ka dhunë psikologjike. Tani me zhvillime teknologjike dhuna po merr për masa të tjera dhe ne duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm, sidomos ne edhe në rolin e ton si nëna, pasi duhet jemi të kujdesshëm për fëmijët tanë në mënyrë që të dim t'i orientojmë dhe mesazhi im, që është edhe mesazhi përmbyllës, pasi dua që fjala të jetë tek ju sot, është që ne duhet të ndërgjegjësojmë të denoncohet dhuna. Në momentin që ne nuk denoncojmë dhunën, ne bëhemi partner me dhunuesin. Është shumë e rëndësishme, denoncimi i dhunës limiton akoma më shumë dhunën në shoqërinë tonë. Edhe gratë të tjera që morën fjalën në këtë aktivitet përcollën mesazhe sensibilizuese e ndërgjegjësuese për parandalimin e dhunës me bazë gjinore.